Përshëndetje të dashur shikues. Përshëndetje dhe mirë se vini në Dje dhe Sot. Rubrikën e së dielës ku çdo javë përballim përvojat e së kaluares me realitetin e sotëm. Sot flasim për një temë të ndjeshme dhe të përhershme, roli i nënës dhe sakrificat e saj. Nga nënat e dikurshme tek ato të sotme, një histori dashurie, përkushtimi dhe sfidash. E përvojat e tyre, sot me ne do i ndajnë dy gra të suksesshme që të dy agozojnë gjithashtu epitetin e të qenit nën. Faleminderit zonja Iqbale Ahmeti që je me ne sot. Faleminderit. Një nënë e përkushtuar, po ashtu edhe një dorë e zgjatur edhe për nëna, pasi që ke shërbyer edhe si mamin, ka qenë edhe profesioni juaj. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Ka ana tjetër kam edhe Endrina Shutra Klokaj, faleminderit që je sot pjesë e rubrikës sonë. Faleminderit juve. Zonja Iqbale, po e nisim me ju. Ju keni vite që keni qenë edhe mami. Se kujtoni fillimin e këtij profesioni? Fillimin e këtij profesioni e kam filluar me shumë dashuri të madhe. Nga se profesionin e kam dashur, e kam dashuruar shumë. Kam zgjedhur shumë herë si fëmijë. Edhe mëse kam prit me kry edhe me fillu me punu. Sa kanë qenë të vështira në atë kohë, ndoshta lindjet? Lindjet nuk kanë qenë ashtë të vështira, koha ka qenë e vështirë, kushtet në kanë mungu kuadrat, o të është mi kry lindjet vetë, mi pas një ginekolog që ka punu një ndrim edhe ato 2 orë rrugi ka bod, me thonë, pa ka punu e në ndrimet i kemi po vetë në mamijet dhe vetë i kemi udhesh lindjet, ajo ka qenë. Në cilin vend e keni ushtruar profesionin? Preshev. Cilat kanë qenë kushtet, se i përmendet që kanë qenë kushtet e vështira? Cilat kanë qenë kushtet apo sfidat? Kushtet e vështira ka qenë për shembull se ginekologu nuk e ke pas pranë. Po, dash një mjek ose një motër praksës përgjithshme me thënë kur kemi pas nevojë me na ndihmu. E dyta, të gjitha gratë nuk kanë mërrinj me ardhë me lind të në lindoret e na, po u dash me shku, kanë ardhë, kanë thirë, hajde se nuk mundet me hypë në kërë, nuk mund me ardha, ka pas kontrakcionet forta, ka fillu lindja dhe u dasht me shku aty ku ka qenë. Edhe shembol kemi hasme, edhe me vështërsi, nuk kanë qenë krejt lindjet normale, nuk ka shku krejt që shduhet, po u dasht krejt mi bon në ato. Ato janë të papërshkrushme, po dashuria dhe vullneti, kam bjetue edhe të na, edhe të nana që kanë qenë shumë të forta. Edhe i kemi kryt me sukses. Endrina, edhe ju jeni nënë e 2 fëmijëve. A na tregoni si ka qenë kjo periudha e lindjes me kushte të tjera, ndoshta apo prapë është një lloj sakrifice? Po me thonë drejtën, s'është kemi shumë kushte të mira, astash për me lind në për spitalet tona të dashura, po normalisht stafi është aty, edhe nuk i nevoj me i përbalu këto vështirësi qyshit se ke zonja. Po lindja, si atëherë si sot është procesi njëjtë, është i vështirë, por shumë emocionus. është ndjenja ma e bukur edhe ma emocionuse që e kumë pjetu ndonjëherë. A ke pas lindje normale, apo? Po, të 2 lindjet i kumë pas normale. Si ka qenë ndoshta për juve ajo ndjenja? Kërë ka foshin për herë të parë? Po lindje naturale nuk e kësha ndru me asë një lindje tjetër. është shumë madhështore, sidomos për herë të parë, kur kam lind, në krasë me moshën që kam pas, ku mëndu që atë momente unë në ashtave që po hece. Sa vjetë që ke qenë? Kam qenë një javë para se me imbush 20, para se me vitë 20. është një ndjenje pa përshkrushme, sa do me folë për... Ndoshta e re në mosh, por a ke qenë e gatshme emocionalisht për me pas në këtë epitet të rinj, nënë? Po, momentin që e merë në dorë, sigurisht që po. Deri në atë moment s'kam qenë e gatshme. Si nën e re, sa po keni kohë për vetën edhe për me zhvillu edhe profesionin e juaj si mësuese? Për momentin i kemi pauzu profesionet. Po mirë, unë i kam kryt gjitha si mami. I kam kryt 2 fakultetet, fakultetin e 2 po e veja i tash. Gjitha punët e mia që i kam lënë gjysmë, i kam vazhdu basi që jam bona. Cili është sekreti për me arrit gjitha këto si nënë e re me 2 fëmijë edhe me arrit me i përfundu 2 fakulteta? Pjekuria gjithmonë. Kur je pjekun, të e kupton që dosh me bo diçka me vetën, dosh me arrit diçka, dosh me
mi dhonë diçka pasqyrim fëmijëve to, e kam pas gjithmonë motivimin që nesër fëmijët e me mos më thonë që mami na ka bo e re edhe nuk ka bo kur gjo kanë ndajt e shtëpia, s'ka bo kur gjo me jetën e saj. Do shta e ki edhe atë përkraje nga familja si dhe nga bashkëshorti. Sidomos nga bashkëshorti, se unë jetoj veç me bashkëshortin, edhe normalisht që pa e pas ato s'kisha mujt me bo kur gjo. Sa mendon që është e rëndësishme që duhet me përfshi edhe bashkëshorti sa i përket së janës së kujdesit së fëmijëve? Me thonë drejtën, na i kemi rrit bashk. Asnjëherë nuk ka ndodh mja kërku me ndru pelenën, kur e ka po të arsysh me ka marrë vetë, e ka ndru, edhe kur e ka po që jam diçka e zantë. Asnjëherë nuk e kam kërku me ushqy, me pastru në dosh, gjitha i ka kry vetë me vetë dëshirë, se do burrat do të më shtim pak me zërë. Sa bukur. Ose ma herët ka qenë ndoshta që nuk janë përfshi Normal, fare. është ashtu duhet. Në kohën teme, ai nuk u marrë me fëmijë. Atëherë kanë qenë burrat nuk janë marrë me punë grave të nonave. Ai e ka dasht pak 5 minuta. Fëmijët e mi nuk jam ngi kur me ta, se kom punu në atë ditë, edhe më kanë mungu, edhe ma shumë ju ku mungu, po më kanë mungu, po unë kam prit foshnje të reja, me qindra foshnje kanë lindur të mija. Sa lindje keni asistua e dini për afërsisht numrin? Numër nuk, numrin është tjerë, se unë kam lind edhe në lindore, kom lind edhe jashtë lindorës. Sidomos kove të luftave që kanë qenë, lufta e Kosovës, e Preshevës, e Kumanovës. Gjatë luftës, si kanë qenë kushtët për me lind, cilat kanë qenë ato sakrificët? Kanë qenë në shumë të vështira, po unë që ashtu kam shku, jam përballë me të gjitha. A keni një rasmat veçantë që më ndo me një gjatë luftës? Ka shumë, por nuk muj. Nuk kam. Endrina, të ndalim edhe pak të ju, sa ka ndryshu jeta pas epitetit nën? Sa ka ndryshu, cilat kanë qenë ato sakrificat që ndoshta se nuk i keni pas para se të jesh nën? Po, ka ndryshu 360 shkallë, sidomos në moshë të re. Unë vetë sa i pata fillu studimet edhe u bona nën. Pauzova për një vit, mandej i vazhdova ato që i kumë lanë gjysma. Po, sakrifis nuk e quj asë njëherë, për mu është një lumëturi e madhe që Zotim ka beku nanë moshë ka shtre, edhe me të vërtit i kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. Ma shumë e kisha quj sakrifis për nanat dikur, që kanë sakrifiku gjithë shka për me rritë fëmijët, sot i kemi gjitha kushtet, gjitha informacionet. Po sa është vështirë kjo, pasi që të gjithë e cekin që i kemi kushtet, por ndoshta është me vështirë se fëmijët po kanë qasje më shumë në rrjetet sociale dhe po i shohin të tjerët në mënyrën si po rriten, edhe po kanë kërkesa më shumë. Ndoshta më herët nuk e kanë pas këtë mundësi me pa tjetrin se si po rritet edhe nuk kanë kërku shumë kërkesa prej prindve, kurse tani po ka kërkesa më shumë. A është kjo që kanë pas më herët sakrifica po tash më shumë? Jo, kjo krejt varet nga përgjegjësia e prindërve, në mënyrën që i rritet dhe edukon fëmijët e to. Unë përkujdesna shumë ma shumë në përkujdesjen emocionale të fëmijëve se sa ato fizike, me thonë drejtën. Tash fëmijët unë i kam ende të vegjël edhe nuk kanë rrjete sociale, edhe nuk janë aktiv për me i këshyrë videot e tjetër kujt, po është e vështirë, normalisht është e vështirë, po besoj që varet krejt nga ajo që aja prinde si edukat. Po kërkesat, a kanë qenë tash ndoshta më të larta për me rrit një fëmijë apo atëherë? Sa kanë pas kërkes një fëmijë apo që kanë thonë lind me fatin e vet? Kërkesat kanë qenë më të vogla, tash janë më të mëdha, shumë janë më të mëdha, se tash koha është e tillë. Atëherë ka qenë më ndryshe. Unë e di se unë kur i kemi rrit fëmijët, unë kam punu, shoku ka punu. Edhe s'kom pas qef që fëmijët e me ndaluar, se i kam vesh ma mire, i kom vle karroca, i kom shetite, i kom qunë dete, gjithka, dhe me thonë kanë, edhe pse ja kom plëcu kushtet në atë kohë, tjerët nuk i kanë pas plëcume. E kom një vetin keq se s'kom pas qef mu dalue. Po atëherë edhe nuk i kanë pas shumë të tjerët? Nuk kanë pas atëherë në atë kohë, shemëll 2-3 familje kemi shku në deti, që kemi të shu fëmijët në deti. Shemëll tjerë fëmijët, kur kemi ardhë veç kanë ardhë në kanë këshyru më shka o borri. E une për shemëll, që ato po thamë që nuk i kanë pas kushte.
Mirë po kanë qenë të knaqën me që ato që i kanë pas. Edhe janë rritë për qef. Janë rritë mirë. Lujshin, u knaqin. Po flasim për rritjen e fëmijëve, po tash si ka qenë ndoshta ajo rritja e fëmijëve edhe në djep, pasi që e dim se ma herët u fëmija në djep, e tash ndoshta këto nanat e reja, po insistojnë që mos me e përdor shumë djep. Shishoj, djepi është shpia e fëmijës. Ose fëmija është mbreti i djepit. Ato s'mun me, kërkush s'munët me. Jo që po du me demantu, diçka me thonë, u largu prej rinis. Se nana si nanë, ndeshe asaj kohën, ndeshe sotit, e me ndonë matë mirën për fëmijën e vetë. Qka ka diçka matë mirë me ratu fëmijën e vetë. Po kretë format... Se po mendoni që djepe është forma më e mirë për me vnu në gjëmë? Po që une po të regoj për e fëmijëve të me, une i kam blenë, gjithë shka i kompletë. Mos t'i marmi tashmi... Me i cekë. Po, me i cekë ajo kjo. Mirë po... Veç në djep u rahatu. Pra u rahatu në djep. E natën, kur bisha me flejt, e kom pas një si djep me rota, o kone me kitë me tentene, me Allah, e afrej shangat, edhe kur bëj ke pak me kajt, e me shangat vetit. Edhe une nuk flesh ato natën, po e majsha afer se fëmija natën i temperatura, një kolla, një rrymu nalke, se me rrymu jam dze. Edhe fëmija e ndina, ta është ma ndishëm. Edhe fëmijën e këmojnë nga të vetit. Po ditën, pa e qitë në djep, nuk ka bon, qashtu. A me ndonë edhe ti njejtë? Po qashtu koha ka qenë, tash... Bujna dhe me rujtë që shtu në dorë me rritë. Po, ende ka nona që i gjesin fëmijë? Po, jo, unë nuk i kam rritë fëmijët me djep, po nuk jam kundër nanave që i shtin djep edhe tash në këtë vetë. Po, do shta varet pak edhe pi fëmijës, i kum pas fëmijët pak ma të kuptushëm, janë përshtat shpejt me ambientin, me orarin tem që javë kum bo edhe e kanë marrë shumë, e kum pas shumë alet në rritjen e tyre. A ke pas këshilla prej matë më shumë? Sa i përket soj qërësisë të djepit, ndoshta me i vendosë ratu, gjithët dikush dalë. E këto jo, se gjithmonë kam qenë pak ma strikte prej që jam bonon, japë ku mbo me dije krajtve që mos mu përzine, kur nuk ju thënë, kur nuk ju pës, diqka, mos mu përzine, si familjes tem, si familjes bu. Do none, do matë mirën, do nalë, që ka që me hypë nalë fëmijën. Ju tha që keni nipa dhe mbesa, a keni rritë dhe nipa dhe mbesat me djep? Pasha zotin, i kum pas 3... Jo djepa, po ata janë konë si djepa, po që shtu me rota, me Allah, me shetit në përdhom, po prap në djep. Kur që ati ura ato është, nuk e di, a ka qenë e kohës, a ka qenë, qka ka qenë, ajo nuk e di. Veç edhe nipat edhe mbesat i kanë pas të gjitha, po prap djepin e kanë dashtë qatë dora djepit u knaqë. Nuk ka qenë që unë diçka ku më dashtë qashtu, po Vjen ratu. Qashtu. Ore për shembull e kam gjyshën ande gjallë, që du tepër gjyshën të dajt, edhe munduna sa ma shumë e vizitu tash edhe pse jam bunon. Edhe kur e kum pas djalin e parë, e kum pas 5-6 mush, edhe dole anë pak me ato të zajka të asi, edhe e kështë pas shtin dje për herë para, jo, edhe të e përkune, të e knue. Që shka qenë reagimi? Po, edhe kur po shkojone, ajo, veç ma bone pjabën mami tam, o, heke se erë dhe ndrinë. Po, nuk i thash kur gjoj, di që nuk din mënyrë tjetër, edhe mundohen me krejta dashnin edhe me atë mënyrën që e din ato, mi u përgështu fëmis. Po sa i merë një përbas të shembojt që nanat ose gjyshët i këshillojnë nështë një metodë që është më naturale se mjeko, kur smuët ose diqka. Sa i merë të parasysh të metodë? Mu jo, nuk ka ndodhë me më këshillu dikosh. Pri që më bonon, kanë thonë Endrina e den vetë. Ju në cilën moshë keni bonon për rritë parë? Unë në moshën pa i bonën më dhejtë. A ke pas ndoshta dhe ti konflikte sa i përket rritjes së fëmije, rritjes së tyre? Po qysh jo, mëj. Po shembull, kur ditën e parë që ku marrë për spitalit nesër, nana e shpis, nana e burrit e morë me la qikën. Që qike para, dashuria. Edhe ujtë nëzet për qëtë, nuk ujtë nëzet, qikën e përvlon, jo që shtu i lajone. Unë u tranova, ku për mu ma djegi qikën. Kur ka marrë me lidh, jo, une që shë lidhje gjanë, që shë duhet, jo,
E morë për shtrëngon me kondak, lullak, tu i thojmë atje kondak në preshet, tak. E shtrëngoj ma mi dalë shpirti. Edhe e morë tak për ma gjunë mundor. Ma jep ndorë, shtu hopë, po thëtë prete. Au, zotë të shka, më pranovat. Ma thashtë ti nanë qikën me la ju, edhe me lidhë ju. Unë jam mami që lidhi ketë bebat e nanave, edhe qikën teme ka me lidhë dhe ka me rritë. Po. E qështë. Edhe ma ajo u nervozu, po, u largu ma, unë u tranova, fëmin, për herë të parë me... Po, do shta dhe nga njëherë nuk janë këshillat të mira. Po, ju ajo nuk e kishte, ajo që ashtu e kish principe, s'ka dash diçka mu me më lëndu, po... Po, ashtu i ka rritë mënyrën e vetë. Që ashtu mënyrën e vetë, po qa që shtrëngoj që mo kejtë vija ju bon trupir më njëherë zgjitha. Ju e përmendet edhe emrin e vajzës dashuri. Dashuri, a i keni lanë emrat vetë? Vetë ja kom lanë emrat. Je që ja kom lanë aty ku ka linë tak, s'ka gudzu kush me më... Që unë ty për t'jap të dy dur që je vetja, dhe unë jam kanë qështu. E të parës ja lash dashurie, dytës diturie, djali diamant, që i kam lidhë aty me dasht, me dit, me qmu. Qmim i diturish dhe i dashuris, që është dush merre, një kuptim e kanë. Po ti Endrina e ke vendosë ndështë emrat vetë, apo mendimen e dikujt? Jo vetë. S'ka guzu as tonë, kërkosh mu përzi. Emra gjithmuri kam vendosë një muj për para. Jam mendu edhe e kam bo një farë liste për të dëfmit edhe i kam vendosë dëtë. Po jo, nuk më kanë përzi, as nuk kam tentu me pyet dikan qa po thuq çfarë emri më jalon ose diçka. Këtë është asnjë propozim prej kërkujt. Jo. Një tjetër proces i rëndësishëm në rrjetin e fëmijëve është edhe ushqimi. Si ushqen sot Endrina fëmijët edhe si keni ushqy ju më herët? Ta bëjmë ndoshta krahasimin edhe këtyre. Atë foli ona... Po fol, urna. Fëmijët të asaj kohës që kom lindë, one jenë rritë me gjitë nanës. Edhe ma e mira është ajo se gjiu i nanës është i pazavensush. Edhe me gjikën. E gjatë rritjes, pasaj fëmis? Gjatë rritjes i kemi shtu ushqem, i kemi dhonën edhe ushqem, ja kemi një zinit tretën e vejës, ja ke bo me qomshti, ja kemi dhonën fruta, banane, moll, kirsi. Që këto edhe nuk kanë ndryshu? A mendon që kanë ndryshu kë? Po varet, varet. Po, normalisht që kanë ndryshu, unë jam pak ma tradicionale në ushqim. A ke qenë nën gjithënse? Jo, nuk kam qenë, 2 fëmijët i kam lind me formula, i bi pishman shumë, po ashtu kanë qenë mundësit nga ona jam fizike. Po, fëmijët janë rritë shumë shëndetshëm, e gëzojnë një imunitet edhe një shëndet plot, vazhdimisht. Mundona më ju përkështu shumë, për atë arsye, gjithmonë kam dashur mi motivu e nëna tjera me recetat prej 5 vite që i shpërndajnë për rrjetet sociale. Jam pak ma tradicionale, po shumë mirë që nëna tjera po mundona dhe me këto teglat e me këto ushqimet gatshme, po edhe tash jo në rrit, për shembull djalin e kam 5 vjeç, ende s'ka provu fast food, ende s'ka provu pjetë gazume, edhe këto gjona tjera dëmshme. Mu i kom rritë fëmijët në mënyrën që më ka rritë mami jam. A ka qenë kjo një shambull, nëna? Normalisht, po. Po, t'ja qesëm pikën muhabetit, a është tash ma vështirë me i rritë një fëmija, apo ka qenë ma erat? Veç një mendim të shkurt. Tash është ma vështirë. Tash është ma vështirë. Apo pajdu Po, normal, edhe sidomos kur jeton ma kallabllek, kur ma herët nuk janë përzishëm në rritjen e fëmijëve, për shembull burrat, nuk janë përzishëm, tash po ndihmojnë, po edhe po përzihen, më thonë drejtën. Ka vjerë që mashkull që përzihet shumë të reja, qysh pe vesh bebin ose çka pi jap me hongër, ti ma herët burri u kanë burrë dhe i ka ardhur marrë, u përzin punë të reja, sa po kupton, ose qa po di one. Po sot e ki ma vështirë valla, edhe si për kaona e njerëzve edhe për kaona e kërkesave. Po kjo është ndoshta më e mirë që tash shumica e të rejave po dalin edhe po jetojnë vetë me burrin e tyre. Ndoshta është kjo mundësia për me ika aty me... Po veç për qëtë arsye dalin, se harroje që ka ndonjë arsye tjetër. Veç për qëtë arsye se dikura bëhet e tepërt, i shkon një ditë sotit fëmijët as prente vetë nuk po kanë mundësi me i duru fort kur po e të projnë. Po qa mendon ti për atë pjesën kur të rejat po shkojnë pune e fëmijët, pas taj pjallojnë vjerës apo nënav të tyre? Unë gjithmonë kur kam punu, i kam pyet vjerën a mundesh mi këshyr.
asnjëherë nuk e kom di si obligim nga ana e saj mi alon gjithçysh asaj edhe s'kam nevojë më të pyetun e ty. Unë edhe sot kur kam e shku dikon, kam nevojë mi lan fëmijët e ajo, unë i pës a mundesh mi këshyr. Sepse unë e vjerën nuk kom 3 edhe nuk mundem ja obligu dhe mi ja kushtëzu me najt ajo të shtëpia dhe mi këshyr fëmijët mu. Unë e fëmijët i kam rrit prej lindjes dhe deri tash krejt vetën. Ndihma u ka në mirë se ardhën, asnjëherë nuk është refuzu kur ja më kërku dikujt me më ndihmu. Edhe po më duket normale nëse vjera është e pajtimit me i këshyr, nëse jo, prapë është krejt normale, do të mu pajtu edhe nana që gjyshet e kanë jetën e vetë, ka gjyshet që nuk janë pajtimit me i këshyr, të në herë u kanë, herë su kanë, që ka pas disponimin. Po prapë kjo ndihma është e mirë se ardhur. Unë ju falenderoj shumë për kohën edhe për këto këshilla dhe këto momente të jetës që i ndatë me neve. Ishte kënaqësi t'ju kemi këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Për kohën edhe që jeni pjesë e rubrikës. Faleminderit juve për konsideratën. Faleminderit shumë shikat mira. E ne do të takohemi të dielën e ardhshme, deri atëherë miropafshim. Miropafshim.